Nuk e harroj kur njetë 24 marshin natën on, atë moshk, e ftyrat e bashkëluftarëve të mi, e shqiptarëve që dilshin prej malijeve, prej grykave, që ja se kom di që janë hala aty të nejtë më shef, të tut, që dilshin e thëshin paska zot edhe për shqiptarë, paska zot për ne. Ne çdo ngjarje të këtill e fillojmë me respektin dhe me përulljen për trënët për liri. Në këtë rast, sot, dëshirojmë i përshëndet veçanisht familjen e Gazmenit e Tagronit, familjen e Hims, Rashimi ashtu, përshëndes në Rrug, e gjitha nanat, e gjithë familjarët e dëshmorëve. E kom nderin, po ashtu, të shprej mirënjohje, e të falenderoj edhe për prezencën e institucioneve të sigurisë të Amerikës që janë prezentu, i falenderoj për këtë prezencë, për këtë nder. Po duhe me i thonë disa fjalë, se janë thonë shumë fjalë të mira, po ne në kohë lufte, veçanërisht në fillimet e luftës, jemi ndit vetëm. Jemi ndit pak, kemi qenë pak. Edhe shpresën më të madhe kemi pas të Shqipëria, të institucionet e Shqipërisë, të vllazit e motrat tonë në Shqipëri. Që është e vërtetë që kjo shpresë ishte e bazuar. Edhe falë tyre, ne edhe e fillum luftën, falë ndihmës tyre, dhe njëkohësisht edhe vazhduam këtë luftë. Ne nuk i kemi njoft ata, nuk i kemi nda në parti, nuk i kemi nda në rajone, edhe asot, as mat, as kur, vëllezërit e motrat, gjakut tonë, kombit tonë, shqiptarët nuk i ndajnë. Çdo herë është në nderin tonë, këtu në Kosovë, të falenderojmë, të shprehim mirënjohjen tonë për ndihmën që kanë dhënë me ushiru një pjesë e atë dhëut, pa që kanë dhënë për vëllezërit e vetë, për motrat e veta, për shirimin e Kosovës bashkombësit tonë. Edhe ju lush që pra e kërkoj edhe një leje t'juj që në datën më të respektuar tonë këtu në Dugagjen, në shej falenderimi, jo vetëm për kontributin e ti, po në shej falenderimi për kontributin e vëllezërve e motrave shqiptarë, edhe atyre luftarë, e dëshmorëve, edhe shumë tjerëve që ndihmuan luftën, ti dedikoj një dekorat generalit Kudusi Lame, edhe me leje, po e lexoj edhe motivacionin. Për të shpreh mirënjohjen time të thellë për kontributin e veçantë dhe meritat e jashtëzakonshme në avancimin e çështjes sonë kombëtare, kanë nderin të ndaj medaljen me besim Zot atë dhe e shtet general Kudusi Lama, Ramush Haradina e komandanti i zonës Dugagjinit. Në shpresoj që në vazhdimsi këtë traditë të falenderimit ndërsjellë ta vazhdojmë. Dëshiroj po ashtu me i falenderu për prezencë vëllezërit e presidentit tha që janë këtu, faleminderit, General Qeku, gjithëve ju, familjen Jashari, familje tjera të dëshmorëve që janë shumë, njëkohësisht të gjithë pra, dashur të mi, me që janë thonë shumë vërteta për këtë ngjarje. Më lejoni me i veçue ndoshta dy elemente që kanë bërë ndryshe këtë ngjarje datën 24 mars 98. Kishte kalu një kohë gjatë në përpjekjet tona me mritë një organizim që një ditë mu ballë për ballë me Serbinë. Pra ishin disa vjetë përpjekje, edhe këto përpjekje nuk kishin shku krejt me sukses. Kishte ndodhur janari i dhemshëm i Zahir Pajazitit, i Hakifit, i Edmondit, kishin ndodhur ngjarje tjera më herët. Kishte ndodhur maj 97-sh i Luanit, kishte ndodhur vrasja e Erdian Krasniqit, kuptohet që këja kishte ndërmarrë sulmet e veta dhe kishte disa dëshmi se ekziston se është e fortë,
por nuk ishte shku as mirë lufta jonë. Aksioni i përgjithshëm i shtatorit në atë shtat ishte një dëshmi e jona. Dhe në këtë rrugtim tonin, deri në përballjen e parë, Serbia mori iniciativën. Pra nuk arritëm ne me kriju një përballje në bazë të planeve tona, por Serbia mori iniciativën, edhe pas disa përpjekjeve që kishte bon për kaq, se nuk ishte sulmi i parë, pas rëqaku dhe Ligoshanit ndodhi përballja në përkaz. Një përballje e cila vërtet është unike, edhe nuk ka tjetër, edhe s'mund të krahasohet asgjë me këtë përballje, me këtë luftë, me këtë betejë. Qëndresa heroike e komandantit legjendar Adem Jashari, e familjes Jashari, e të gjithëve prezent, deri në flijimin e secilit, është unike. Edhe është diçka e rrallë, është e veçantë, edhe vërtet u kthy në një kushtrim, pra një kushtrim për shqiptarët kudo që janë, që t'i kushtohen lirisht, që t'i jepen lirisht, që të luftojnë për liri, të luftojnë deri në sakrificën, ashtu që u tha, deri në sakrificën sublime. Mirë po, me 5-6-7 mars, a epilogi asaj lufte krijoi një presion të madh. Çka matutje? Pra ishte një presion tepër i madh, çka tash? E vërtet që ajo që ndodhi në Prekaz ishte thirrje, ishte kushtrim. Po çka matutje? Çka do ndodhë tash? Ishte bukur bare rënd për Glogjanin, në këtë rast edhe për ne, edhe për mu, si do të shkonte përballja e radhës. Për shkak se ne ishim identifikuar më herët, ose Serbia e dike kush jem, se me 6 maj 97 u vra Luani. Edhe evidencën asaj betejë e kishte Serbia. E dinte kush janë konë pjesëmarrës, që ka qenë Fehmija, që kanë qenë bashkëluftar tjerë, që ishte një bërthame fuqishme, një ndryshe thonë, një resurs i arshëm, një burim i arshëm i luftës. Edhe po të shkonte kjo përballje në dëm të UÇK-s ose pas suksesin e UÇK-s, nuk ishte vetëm çka ndodhi me ne, tashom me Glogjanin, me Haradinajt, me Mehmetajt, me gjithë ne, po çka ndodhi me shqiptarët, si do të shkon matutje kjo luftë. Edhe në këtë presion, që nuk ka qenë i lehtë nga 5-6-7 deri në 24, e kemi diskutuar shumë herë. Me Shkëllxenin, me Dautin, e me shumë tjerë. Edhe i kemë bërë disa skenarë të mujshëm. Vazhdimisht kemë bërë skenarë. Çdo ditë lume e kemë pas një version. Si kur ndodhë, me mujtë me emri suksesin, me mujtë me qenë fitus në këtë përballje. Por, si se kanë thonë, gjitha planet binë ujë, kur ndodhë, kur fillon përballja. Edhe gjatë gjithë ditës asaj dite, mos e harroni sigurt, ju them, në ata që ishin pjesë e luftës, pjesë e krijimit luftës, se edhe Gazmendi, edhe Agroni, nuk janë ushtarë të 98-s, janë të shumë viteve më herët, janë të gjeneratës së luftarëve të parë. Përgjegjësia ka qenë jo veç çka ndodhi me ne, çka ndodhi me luftën, çka ndodhi me UÇK-n, çka ndodhi me shqiptarët e Kosovës. Për fat mirë, epilogu i kësaj lufte tani që ta përmbyllim më shpejt, rezultoi me fitoren e shqiptarëve. Rezultoi me drejtën e shqiptarëve. Në fund të ditës, edhe pse 3 nga ne u vranë, e ne që ishim rrethim nuk e kem ditë që janë vrarë ata 3, pra kem marrë ma vonë vesh. Kishim një të plagum në këtë rast, mirë po rezultoi që shqiptarët e fituan këtë luftë. I plagumi mungoj në vend betej për 4-5 ditë, 3-4-5 nuk kujtohen sa kam qenë unë, po ata të tjerët e mbajtën zonën e luftës, që shedini shqiptarët e mbajtën këtë zonë. Çka matutje, përgjegjësia ose presioni mbi ne në Dugaqin për UÇK-n nuk ka qenë i zakonshëm. Ju lutem, kohë gjatë ishte mendu si ka mu bo lufta jonë. Ne e dishim si luftoj Kroacia, si luftoj Bosnja.
po nuk e dishim si keme bona këtë luftën. Ka pas shumë bindje që lufta duhet me mbet vetëm në njerëz të besueshëm, në një guerile, vetëm në ata që ishin të identifikum si patriot, si familje patriotike, si zburgosur politik, ose kështu. Këtu unë kam ba një dalje, një devijim, po jo në dëm të luftës e të kombit, asnjëherë besoni. Unë kam mendu se lufta e jonë është të gjithë neve, edhe nuk është fare manipulim me dana nëse ju thëmë, që çdo kryetar katunin atë kohë, e që ka qenë LDK, o bo komandant i shtabit të uqërkësh në katun vetë. Kjo është e vërteta luftës tonë. Ja kemi dhonë luftën krejt popullit. Shumica bashkëluftarëve tonë, shumica e komandantëve të shtabeve tonë, kanë qenë aktivistë më hershëm, njerëz që kishin bërë rezistencën paqësore. I kanë organizu vendbanimet e veta, edhe kemë vazhduar luftën. Nuk është se nuk kemë pas sfida e vështirësi, nuk është se nuk kemë pas gabime, por është skenari ta kemi kryer atë mision në atë kohë, ta monë si shqiptar, si ka hije shqiptarit në shërbim të lirisë. Ju lutem, unë kërë kam filluar luftën për baljen, unë nuk e kam ditë që ka me ardhë 24 marshin natën anë. Unë e kam fillu këta, se o konë detyra jeme, se ka qenë veni jem, se s'kam pas zgjidhje tjetër. Mirë po, nuk di që ka ngjarje më të madhe, nuk di që ka fat më të madhe, se sa me popullin e Kosovës, me shqiptarët, me gjithë shqiptarët, mu bo bashkë Amerika. Unë pëjni gjithë si po thoi NATO, po NATO, po Amerika. Amerika, mos e harroni këta. Nuk është ka e thëtë të dikush që ka hallin e sotit, as dikush që se ka kry punën e vetë. E kom kry punën të me ditë të mditë, kur se kom shuhe vend luftimin, kur, as një minut. Por nuk e harroj kur njetë. Nuk e harroj kur njetë 24 marshin natën anë, atë moskë, e ftyrat e bashkëluftarëve të mi, e shqiptarëve që dilshin prej malijeve, prej grykave, që asë kom di që janë hala aty të nejtë më shef, të tutë, që dilshin e thëshin, pas ka zotë edhe për shqiptarë, pas ka zotë për ne, ndërhyrja e Amerikës, mos e harroni këto e lutem, ndërhyrja Amerikës ka bo që pak javë ma vonë, mu kry lufta jonë, e na me konë çliru. Kjo është e vërteta, kjo është e drejta jonë. Për këto dy data, unë menoj që na japin dëshmin, na japin provën, se duke qenë të lidhën me Amerikën, duke qenë alat, duke besu në udhëheqësin ton të sigurisë, se bota jonë e ka udhëheqësin e sigurisë. Nuk ka atë na që kemë nejtë një ditë në reshtë, e dim që pa komandant s'ka rresht. Të gjithë e dim, sa do i vogël që ka qenë rresht i ynë. Mas harroni për popull. Nuk ka strukturë sigurisë, pa udhëheqës sigurisë. Udhëheqës i ynë, i sigurisë, është Amerika. Janë popull që janë të rreshtuar pas Amerikës, e nuk është pa hiri. Shumë vene, me cilët Amerika ka bo luftë ma vonë, kanë qenë alat Miloševićit. Nuk po popull, po regjimet e tyre. Ato regjime që i ka sulmu Amerika, ato regjime që i ka sulmu Amerika, kanë qenë mbështetës, e i kanë dërgu letra mbështetëse, e i kanë dërgu armë, e kanë qenë kampi i Rusisë dhe i alatëve të Serbisë. Ne si shqiptarë, ne si Kosovë, nuk tërprohemi, nuk e ulim vetën, dhe nuk të regojmë ashtë një dopshi, nëse respektojmë përjetësisht aleancën tonë të sigurisë, nëse respektojmë përjetësisht udhëheqësin e kësaj aleance, që është Amerika, e cila i doli ndihmë popullit tonë, edhe mundsoj mu kthye 1 milion njerëz
që ishim shpërngur, pa e ditë, a keme u këthyje dhe si keme u këthyje. Kush e dënë këtë tokë, kush i dënë ta njerëz, e runë si sytë e balit këtë aleancë. Ta shumë të praneshëm, shqiptarët e kemi jetën për para, e kemi suksesin për para, na jemi në tokën tonë, ne me drejt presim e na u këthy bashkëluftarët që gjykohen pa drejtësisht, presim me u këthy të lirë, të gjithë ne që jemi dediku lirish, edhe që ju kemi kushtu shqirimit venit, e meritojmë, po thëmë edhe njëherë në mbështetjen e kombit e të dheut, por kombi e të dheut s'na ka bërë kur gjo, se kushdo që e ka bo për komb, e ka krye matë mire që ka mujtë me bo, edhe nuk kemi unalë me shërby kombit e të dheut, ashtë njëherë pa kërku, ashtë një shpërblim prapa. Faleminderit ndërrime e të dheut. Kemi nderin dhe respektin që në emër të shoqatave të dalur nga lufta të ndajmë një të karat për generalin apo për herojin e gjatë si shtalle Ardian Gjini, zotin Ramush Haradinaj, për kontributin e dhënë për çështje kombëtare dhe vetëbesimin e jashtëzakonshëm në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës.